Raportet Presidentës Majorancë vazhdojnë të jenë të tensionuara prej kohësh dhe pritet që të mbeten të tilla edhe në vazhdim. Mësohet se një tjetër përplasje është regjistruar mes presidentit dhe ministrisë së jashtme, të drejtuar nga ministri Ditmir Bushati. Burime pra një raport bëjmë me dije se prej pak kohësh, Ministria e Jashtme i ka kërkuar kreut të shtetit që të shkarkojë ambasadorin e Shqipërisë në Itali Neritan Ceka, që më parë se të zgjidhej në këtë detyrë, ka mbajtur dhe postin e këshilltarit të kryeministrit Berisha për kulturën. Por pavarësisht se kërkesa ka disa kohë që gjendet në zyrën e presidentit Bujar Nishani, mësohet se ky i fundit nuk ka pranuar që ta firmos, me arsyetimin se më parë duhet i përfundojë mandati i plot, duke regjistruar në këtë mënyrë një tjetër përplasje e majorancës president. Por raportet me Ministrinë e Jashtme janë të ftota prej kohësh dhe lidhen pikërisht me emërime ose shkarkime ambasadorësh. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati pak kohë më parë, i ftuar në emisionin 5 pyetje nga Baba Ramo, pranoi se me sidhe e presidentit mungon prej kohësh komunikimi. Madje kreu i shtetit ka refuzuar disa herë kërkesat për t'u takuar dhe diskutuar.